Shikues të Channel One, kjo është hapësira aktualitet. Jemi takuar sërish dhe në këtë bisedë për rreth 30 minuta kam nderin të kem deputetin e Partisë Demokratike, kryetari i Komisionit të Jashtëm, zotin Fatos Beja. Faleminderit, kënaqësi. Përshëndetje. Palët, PD, PS, juristët gjithashtu janë përfshirë në një debat kohët e fundit sa i përket çështjes së zëvendësimit të ish deputetes Partisë Socialiste zonjës Seseri. Nuk e di në gjykimin tuaj, si e keni parë të gjithë këtë luftë akuzash dhe si mund të zgjidhet ndoshta? Është një çështje që diskuton Komisioni i mandateve. Do të thënë, çdo parlament ka një komision i cili merret me mandatet e deputetëve. Qysh në ditën e parë që hapet parlamenti, çdo mandat i çdo deputeti verifikohet. Gjatë viteve në vijim, kur ka lëvizje deputetëve, për çfarë do lloj arsye. Përsëri vjet në lëvizje një komision i mandateve i cili analizon, verifikon mandatin dhe pastaj i drejtohet seancës dhe seanca merr vendimin. Në çdo rast mund të ketë mos përputhje mendimesh brenda këtij komision, i cili është një komision ku palët janë barabarta, pozita dhe opozita, në mënyrë që interpretimi i mandatit të një deputeti mos jetë pjesë e betejave politike. Ajo që vendos është gjithmonë seanca dhe përfundon në gjykatë kushtetuese. Por është një proces administrativ, teknik, i cili përfundon në gjykatë, qoftë në çdo hallkë të tij, që nga momenti i parë kur KQZ-ja jep vendimin, jep një copë letër në cilën thotë ky është deputeti për këtë zonë, për këtë moment. Në këtë kuptim në thelb nga pikpamja politike, nuk ka asnjë hapësirë lëvizje për të ndryshuar këtë deputet. Ky deputet është deputet i Partisë Socialiste dhe kurkush s'mund ta ndryshojë. Problemi që ka dalë sot dhe që është një problem që s'na ka bërë vakime, thënë drejtën, në vitet e kaluara, është një çështje proceduras, të cilat diskutohen në komision dhe ecet më tej në përputhje me kushtetutën, ligjin dhe rregulloren e parlamentit. Qartë. Zoti Beja, përgjithsisht në politikën shqiptare ndodh që edhe për një çështje, duke marrë spunt edhe nga ky debat, ndodh që palët të shkojnë drejt ndoshta edhe përplasjeve mediatike, por tentohet të shkojë edhe drejt një krize të mundshme. Është artikuluar edhe nga kryetari i Partisë Socialiste. Pse kjo frym në politikën shqiptare? Atëherë, në qoftë se një nga palët ka interes që të ketë një krizë politike, themi një konflikt, një klimë konfliktuale, sepse të dy palët s'mund ta kenë të njëjtin interes. Nuk besoj se dy palët kanë interes, kanë një klimë konfliktuale. Në momentin e zgjedhjeve ka një garë, patjetër palët janë luftarake, dalin para popullit, secila palë mbron atë platformë që ka dhe pastaj rezultati është njëra palë merr qeverinë, tjetra palë është në opozitë. Kjo është formula e demokracisë, në Shqipëri si në çdo vend tjetër. Problemi ynë filloi që me zgjedhjet e 2009-s, e cila pruri për fat të keq një klimë të zgjatur, konflikti politik, nga mohimi i njohjes parlamentit, me gjithë bojkotin, mos pjesëmarrja e plotë, do të thonë bojkoti pjesëshëm e tjera. Nga e cila u dëmtuan zgjedhësit, u dëmtuan interesat e vendit, por nuk u bllokua dot ecja përpara e vendit dhe arritje disa arritje të cilat janë vërtet të vlefshme shumë të vlefshme për vendin. Tani jemi në një fazë tjetër për fat mirë. Shikojmë një parlament që funksionon, ku palët mbrojnë interesat e tyre, çka është gjëja më normale, ku palët nuk janë gjithmonë dakord, po janë shumë shpesh dakord, sepse ligji nuk lidhet me një qeveri të caktuar. Ligji lidhet me është afatgjatë, është më shumë se 4 vjet gjithmonë ligji, dhe përtej asaj që çdo qeveri ka një hapësirë për të bërë reforma brenda kuadratit të ligjit, në një drejtim ose në tjetrin, të marrë vendime që mishrojnë një program caktuar të qeverisë që vjen në fuqi në një moment caktuar. Ligji është hullia në të cilën ecet për një kohë të gjatë. Në këtë kuptim do të ketë gjithmonë pozita dhe opozita qëndrime të njëjta për shumë ligje. Aq më tepër për ligjet me votim cilësuar. Fatkeqësisht për ne kemi pas konflikte dhe për gjëra të cilat nuk diskutohen. Çfarë nuk diskutohet? E drejta e votës.
po të lexoni gazetat, ju e shikoni shumë politikanë që flasin për dhunën e votës. Çfarë do të thënë dhuna e votës? Demokracia në çdo vend është një sistem i bazuar mbi shumicën, mbi vullnetin e shumicës së popullsisë, jo mbi vullnetin e të gjithë popullsisë. Në asnjë vend qeveria nuk i ka me vete të gjithë popullin, gjithë votuesit e vet. Ky është thelbi i demokracisë. Edhe në Shqipëri ky fenomen është një demokraci ku çdo individ shprehet me votën e tij dhe është ajo që përcakton kush do të jetë më shumë në parlament. Ata që do të jenë më shumë do të nxjerrin qeverinë. Po si ka të gjitha gjërat në dorë qeveria, pa asnjë dyshim. Prandaj kemi në kushtetutë ndarjen e pushteteve, kemi institucione që bashkërendojnë veprimin e tyre dhe garantohet funksionimi i demokracisë. Por gjithsesi, vota është baza e çdo vendimarrje. Siç është përcaktuar në kushtetutë. Qoftë se pala që është në opozitë në parlament kërkon të sillet si majorancë. Pra, kërkon të jetë pjesëmarrëse në vendime të cilat kushtetuta ja jep shumicës. Atëherë patjetër do të kesh konflikt. Pra, që në piknisje, nga momenti që partia A ka marrë qeverinë dhe pushtetin, partia B të mbrojë programin e saj, të kundërvihet sa herë që gjykon, por nuk mund të diskutojë të drejtën e votës të partisë A. Nuk dua të them emrat, sepse nuk dua që të interpretohet si qëndrim partizan. Por thelbi është vota. Dhe vota është shumë e rëndësishme. Aq më tepër është e rëndësishme kur diferencat e palëve në parlament nuk janë shumë të mëdha, siç jemi aktualisht parlament. Dhe opozita, që është tërësisht e mbrojtur nga kushtetuta dhe nga mekanizmat dhe nga institucionet, ka një hapësirë të jashtëzakonshme për të qenë me peshë më të madhe pa bërë konflikt të madh, publik dhe politik. Sepse mbrojtja e asaj që është interes publik është shumë e rëndësishme e jep peshë opozitës. Dhe unë besoj që kjo është rruga në të cilën një opozitë bëhet autoritare dhe nuk është qëndrimet konfliktuale. Kam përshtypjen se gjatë viteve të kaluara ka qenë një objektiv krijimi një klime konfliktuale, nisur nga ideja që me që është ky, unë se lë të eci përpara. Është absolutisht e papranueshme, jo demokratike, jo produktive, jo funksionuese, po jo produktive për vetë opozitën. Unë besoj që ju i keni parë lajmet ditët e fundit, për një pozicion caktuar, një antar KLD-s, të dy palët kanë dalë nga një kandidat. Ky është parlamenti. Pra, çdo palë mbron veten me një kandidat, përveç votës në parlament dhe fiton njëri nga të dy kandidatët, është dhe opinioni publik që shikon. Kjo është demokracia, ky është roli i majorancës dhe i opozitës. Dhe duhet respektuar. Dhe nuk shkon jo bllokim dhe humbasim njëri pas tjetrit vitet në procesin e integrimit, që ka shumë e rëndësishme për gjithë shqiptarët. Do ta ndanim ndoshta këtë periudhë që bët edhe analizën në dy pyetje. E para, kush e ka fajin për humbjen e 2 herë rresht të statusit kandidat? E dyta, tashmë që kemi një klim që ju po e cilësoni pozitive, a mund të bëjmë një bilanc për një arritje ndoshta të kësaj periudhe PD-PS të bashkëpunimit? Atëherë, nëse e vë veten në pozicionin e qytetarit, shikon që dy palët mbrojnë qëndrime të ndryshme. Dhe ju si gazetar besoj e vëreni këtë punë. Gjatë këtyre 3 vjetëve, se janë 3 vjet që po ikin tani. Po unë po i bëj një pyetje fare të thjeshtë. Një nga 12 prioritetet janë me numër ato. Është zgjedhja e avokatit popullit. Është tërësisht varet nga vota. Nuk është e drejtë e opozitës. Nuk është e shkruar në asnjë vend, as në kushtetutë, në asnjë kusht. Është pjesë e procesit të ndryshimit të institucioneve nga majorancat e radhës. Dhe çdo majorancë e radhës lë gjurmë në institucionet e ndryshme të vendit. Ikën njëra majorancë, vjen tjetra. Ne në kushtetutë kemi të ndërvëna me vite, me jetëgjatësi të ndryshme, kështu që asnjë forcë politike nuk i kontrollon dot gjitha institucionet. Dhe unë besoj kjo vret sot në shoqërinë shqiptare për te pretendimeve të pabazuar. Tani, po marr atë rastin që është një nga 12 pikat. Majoranca bëri një gest, që është për të vlerësuar. Bjerë në ju kandidaturë, ne do ta vlerësojmë. 2 vjet e gjysmë ka qenë një prioritet i paplotësuar. A mund të më thoni kush e ka fajin? Ditën që ka ardhur propozimi në parlament është votuar. Iku një nga 12, ngelen 11 për parësi. Dakor? Atëherë,
Po ju them përsëri, procesi i vizave, në cilin unë jam kryetari i delegacionit të Shqipërisë në Parlamentin Evropian, ne kemi një komision të përbashkët. Është e dhimbshme të vesh si shqiptar në Bruksel, ku janë të pranishëm 28 deputet, 14 shqiptar, 14 huaj, dhe 7 deputet të mazhorancës, 7 deputet të opozitës, si këndej si andej, dhe dalin 21 deputet që thonë Shqipëria i ka plotësuar kushet i marri, të gjithë spektrit politik evropian. Plus deputetet të mazhorancës, pra të qeverisë në Shqipëri, që thonë që po t'i marri vizat, dhe dalin deputet të opozitës të thonë që jo, Shqipëria s'është në rregull, ka këtë nxinë çdo gjë në Bruksel. Ku ka ndodhur kjo, nëse do t'i referoheshim? Atëherë kjo ka ndodhur në qershor, ne takojmë 2 herë në vit. Po. Dhe po them në vitin para se ta minim. Ka ndodhur në 2010-ën, bëjmë takime një herë bëjmë në nëntor dhjetor, një herë bëjmë në maj qershor sipas radhës. Pra opozita shprehur realisht kundër procesit dhe duke thënë që nuk funksionon asgjë parlamenti s'është i ligjshëm, kjo s'është duke nxjerrë çdo gjë. Mirë, po aty për të plotësuar duhet po të them që nga ajo karta e identitetit. Ai është thelbi, pa atë s'mund ta marrësh vizën. Asnjë vend nuk ta jep vizën. Po s'ke një sistem të besuar, regjistri civil elektronik me qipe të jetë i nivelit më të mirë. Nuk ta jep kush, sepse nuk do kush të futen shqiptarët sipas qefit në përfundet e tyre. Me thjeshta. A i keni parë ju opozitin që ka darë që këto janë falso? Që qeveria prodhon karta identiteti falso? Është shu apo s'është? Atëherë cili është ajo qeveri e huaj që do thotë le t'i lëm këta punë madhe se i kanë falso? Pra, nuk po futem në elementet jetë teknikë. Është një çështje e tejkaluar. Një çështje e tejkaluar, por mund të merrej 6 muaj më parë, e sigurt, edhe një vit më parë mund të merrej. Jo pas të tjerë, para të tjerë. Nga momenti që kemi bërë këto dyja, regjistri elektronik, regjistri civil. Pra, nuk është një përgjigje thjesht, është kjo palë dhe ajo palë. Dhe do t'ishe shumë e dobishme që mediat, shoqëria civile, të thot atë që është dhe jo të jetë anësuar. Se për fat të keq i kemi të anësuara dhe ndahet opinioni publik në 2 grupe. Një thot e bardhë, një thot e zezë. Kush fiton? Zoti Beja, përmend të 2 pika ndoshta të përmbushura të 12 rekomandimeve. Për çfarë po punohet aktualisht për përmbushjen e pikave të tjera? Në fakt janë disa që janë dhe çështje teknike, pra është dhe çështja e pronës shumë e rëndësishme, është çështja e minoriteteve, çështja e romëve. Realisht, a mund të marrim statusin duke përmbushur vetëm 2 apo 3 pika nga 12 rekomandime? Jo, nuk është. Nëse e shtrojmë pyetjen kështu, s'mund ta marrësh me 2 pika dhe me 3 pika. Sepse janë 12 konsensusi politik, klima politike. Aty është baza. Shiko, vizat u morën me gjithë mungesën e konsensusit. Pse? Se u realizuan një për një të gjitha kërkesat që kishte Bashkimi Evropian. Pra, duhet heqim nga mendja se mund të besh pjesë e Europës me kushtet e tua. Nuk i imponohemi dot në Europës. Europa ka disa standarde që janë të njëjta si për vendet e tjera dhe për ne. Sa më shumë të vonohesh, aq më të forta bëhen ato. Ky na ka ndodhur ne, u fut Bullgaria me Rumaninë. Pra, ato standarde duhen realizuar. Por që të realizojnë ato standarde nuk është një çështje e vullneti që mund të bëhet sot me nesër, sepse do kryeministri apo do ministri apo do parlamenti, po është një çështje realizimi në praktik disa detyrimeve. Është e mundur, unë me plot gojën them po. Pse? Sepse shikojmë një ndryshim. Qysh nga, të themi, dhjetori. Kemi një bashkëpunim të palëve dhe ecim përpara disa ligje. Patim një pauzë për fat të keq përsëri para mbledhjes ministrave, se po të kishim ecur një çik më mirë do ishte ndryshe. Dhe Serbia iku, ne zumë në gojë fare aty. Nikoj që mund të ziheshim për mirë. Ka rifilluar procesi i bashkëpunimit dhe kjo është rruga me të cilën ne futemi. Pse? Sepse realizimi i prioriteteve bazohet nga ky bashkëpunim. Nuk mund ti të futesh aty dhe ti të mos kesh të themi një sistem gjyqësor adekuat të përshtatshëm siç e kanë vendet e Bashkimit Evropian. Dhe kur të thonë që bëje gjykatën administrative, ta kishin bërë para 2 vjetësh kur na kishin dhënë ca para amerikanët. Nuk e pengoi qeveria. Për fat të mirë tani ka një vullnet të përbashkët për ta bërë.
shumë mirë. Në qoftë se ikin përparësit njëra pas tjetrës. Ka disa prej tyre të cilat nuk janë çështje që mbyllen brenda një viti, po janë çështje të shtrira në kohë. Problemi i korrupsionit, i krimit të organizuar, i të drejtave të njeriut, domethënë janë element të cilat lidhen me një shoqëri dhe nuk përfundojnë as për një vit, as për 4 vjet, janë një proces, por të vëna si përparësi duhet të biesh tregues pozitiv. Për fat të mirë, treguesi pozitiv i kemi. Duhet të ecur më shpejt. Po s'mund ta luftosh si korrupsionin në administratë nëse nuk ke një gjykatë të specializuar, se janë të ndërvarura gjërat. Kjo krijon hapësirën që të ecësh më shumë në atë drejtim. Dhe që individi të mos jetë i dhunuar nga administrata, po ta gjejë të drejtën e tij. Se janë parime bazë të funksionimit demokratik të shoqërisë. Në këtë kuptim, unë kam shumë shpresë dhe jam i sigurt po vazhdoj kjo frym, nëse s'ka bllokim, që ne të realizojmë gjërat dhe në mbledhjen që do të kenë në qershor, sepse kanë një mbledhje ministrat para se të vijë tetori, do të kenë vlerësim pozitiv për Shqipërinë. Qoftë në komision, qoftë në Këshill i Ministrave, qoftë në Parlamentin Evropian. Dhe kjo do të përkthehet në marrjen të status? Absolutisht po. Dhe unë nuk shikoj në një pengesë. Besoni se do të pas 2 viteve, besoni që do të kemi realisht një vit pozitiv sa i përket kësaj? Unë kam shumë besim, sepse është tërmundësia. Vetëm bllokimi pengon. Përveç bllokimit s'ka penguar asgjë tjetër. Se ne kemi ecur me vështirësitë tona, që ta kuptojmë, por nuk kemi më keq se vendet e tjera. Të Ballkanit flasim, të rajonit. Madje mund të them që kemi përballuar pasojat e krizës më mirë nga të tjerët. Zoti Beja, dhe një tjetër çështje që ka vëmendjen realiste ndërkombëtarëve janë zgjedhjet dhe reforma në cilët është futur dhe një proces aktualisht dhe politika shqiptare. Po mblidhet një tryezë për të përcaktuar ndoshta ato pika për ndryshuar ç'është e mundur edhe mbas të rekomandimeve. A jeni bindur që do të ndryshojë sistemi zgjedhor dhe a duhet të ndryshojë sistemi zgjedhor në Shqipëri? E para, nuk është kërkuar nga kurkush ndryshimi i sistemit zgjedhor. Nuk është kërkuar, por realisht nuk është kërkuar. Jo, po s'është. Sipas dëshirës, çdo parti që futet e do sistemin që i intereson vetë. Domethënë qoftë partitë e mëdha, qoftë partitë e vogla, nga për masat e madhësisë ju intereson dhe ky ose ai sistem, është një çështje që pra nuk është kjo, përkundrazi, komuniteti ndërkombëtar është prerur para zgjedhjeve, edhe majën e kaluar, edhe në 2009, Shqipëria ka një sistem votimi të parametrave bashkohor. Formula e fundit që ishte nuk realizoi të gjitha standardet e praktikave më të mira të zgjedhjeve. Kjo ka qenë formula që e kjetë raporti OSBE-s, se do besojmë atë raport që s'është as me Partinë Demokratike, as me Partinë Socialiste. Por janë specialistë, pasi marrin shumë tregues, pasi analizojnë shumë, dëgjojnë palët, nxjerrin ca konkluzione. Pra nuk është problemi i sistemit. Sistemin ne kemi pasë ndryshëm, e ndryshuam kështu, mund të ndryshohet në perspektivë. S'ka asnjë, nëse duan deputetët, parlamenti, partitë, shoqëria, për njërin ose për tjetrën, është e mundshme. Por nuk mund të ndryshohet sistemi sepse lidhet me ndryshimin e kushtetutës çdo 4 vjet, sipas rezultatit zgjedhjeve të çdo 4 vjetëve, sepse është mungesë serioziteti. Një palë fiton, nëse ka shumë vota nga populli, dhe humbet, nëse si merr ato vota. Por nuk e ka fajin sistemi është i barabartë për tërë palët që janë në konkurim, në një moment caktuar. Sistemi që kemi ne është model, nuk është i shpikur nga shqiptarët. Nuk është i shpikur nga Partia Demokratike, nuk është i shpikur nga Partia Socialiste, apo nga dyja bashkë, apo dhe nga partitë e vogla. Pra është një model i përzgjedhur i cili prodhon zgjedhje demokratike. Ju thash, interesat mund të jenë të ndryshme. Kush është reforma që duhet bëjë Shqipëria për zgjedhjet? Sepse kjo është e rëndësishme që për të shmangur çdo hapësirë ose sa më shumë hapësirën e pretendimeve pas zgjedhjeve, që mos përsëritet ajo që ndodhi pas 2009-s, që të mos kontestojnë zgjedhjet nga pala humbse. Është mirë që të perfeksionohen ato element të sistemit që kemi, të cilët u shfaqen si defektues, u shfaqen si jo më të mirat. Dhe kjo është rruga. Si bëhet kjo?
kemi raportin e OSBE-s me vërejtje konkrete. Pra është një bazë shumë konkrete, ku kërkohet të bëhen përmirësime, të themi në 5% të gjërave, jo në 95% të gjërave. Është e mundur? Po. Komisioni në dinin time po ecën. Po arrin marrëveshje të përbashkëta, mirë është që palët të shprehet ashtu për të rritur garancit në votim që kërkujt mos i hahet e drejta e votës. Aty janë arritur disa rezultate, po ecet përpara, unë besoj që do ta mbyllin dhe është shumë e rëndësishme, jo thjesht se është një nga përparësitë. Shumë e rëndësishme që ta kemi mendjen e mbledhur që të futemi në garë, të fitoj kush mund, sigurisht do të ketë gjithmonë një kontestim, sepse kur ka shumë parti të vogla, është e natyrshme që do mbrojnë interesat e tyre. Por vendi ka nevojë për qeverisje. Nuk mund të bëhet vendi pre e interesave të pjesëve më të vogla të shoqërisë dhe të ketë një krizë qeveritare, koalicionet paqëndrueshme që çdo vit të bien qeverit dhe të zgjidhen të tjera, në një kohë që s'është ky interesi i vendit. Vendi ka nevojë për zgjedhje të rregullta, për daljen e një numër partish të arsyeshme, kur kush mund thotë sa, por unë kam shprehur publikisht mendimin tim që një vend me 3 milion banor s'mund të ketë 13 dhe 15 parti në parlament, në një kohë që një Gjermani me 80 milion banor ka 3 parti, apo Anglia po kështu, 3-4 parti. Pra, kjo nuk i shkatron interesat e partive të vogla. Kjo i detyron partitë e vogla të bashkohen, të krijojnë grupe sipas platformave në mënyrë që të marrin vota dhe të jenë në parlament dhe të mbrojnë interesat e asaj pjesë të popullsisë e cila beson te këto parti. Është i vetmi mekanizëm demokratik dhe nuk është prish sistemin ti që të fitojnë më shumë. Sepse kjo nuk është në interes të vendit. Është miratuar një pikë shumë e rëndësishme në tryezën e reformës, votimi elektronik. Sa do të ulte ndoshta edhe kontestimet pas zgjedhjeve në Shqipëri? Kjo lidhet me përgjegjësimin politike të palëve, të partive, të drejtuesve të partive. Në analizën time, absolutisht nuk ishte vend për kontestim pas 2009-s. Zgjedhjet e 2009-s kanë qenë me shumë fish më të mira dhe më të garantuara dhe kanë mbrojtur votën shumë herë më shumë se sa zgjedhjet që kanë nxjerrë kryetarin e Bashkisë në Tiranë në 2000, në 2003, në 2007 kur ka qenë zgjedhje. Pra, ato zgjedhje me ato parametra dhanë një produkt që u pranua dhe vazhdoi qeverisja. Dhe 2009 ka pru disa element që si kemi pas dot. Ka pru listat, sa do pretendime që të kesh, nuk ka krahasim midis listave mbi bazën e legjisit civil, elektronike, me karta identiteti, që është elementi i dytë, asnjëherë si kemi pas më përpara. Do të jemi objektiv. Qoftë në 2007, defekte mund të ketë, defekte duhen goditur. Çdo kokër vote duhet mbrojtur sepse është një vullnet qytetari. Dhe absolutisht dakord që opozita duhet të ketë garanci për çdo hapësirë të administrimit të zgjedhjeve, në mënyrë që të bindet që kaq arrite. Të marrë pushtetin, qendror ose lokal, por kur s'mund të thuash që s'do të ketë më kontestim të zgjedhjeve, në qoftë se forca të caktuara politike do të refuzojnë të binden arsyes dhe analizës logjike. Kështu që përsa i përket njërës anës tjetër, nuk është sistemi elektronik që e zgjidh. Po ju them unë, në parlamentin ton kemi sistem elektronik që votojnë. Unë jam befasuar, kam vajtur në Munich, në parlamentin e Landit, dhe jam çuditur që bënin votimi i tyre si e hiq elektronik, po që me kartona, me ngjyra se cili hitet atë një kuti. Pra, tërësisht klasik. Pra, nuk është vetëm teknologjia që do të bjeri garancinë e demokracisë. Pa dyshim është ndihmës. Nuk ka dyshim për këtë punë, por thelbi i konflikteve është buron nga qëndrimet politike, nga përgjegjësia e aktorëve politik në momente të caktuara. Gjithsesi, kur nuk duhen në vlerësuar interesi
publik dhe opinioni publik që përfaqëson këtë interes. Jo analistë caktuar, qytetarët. Qytetarët janë të mëqët, kuptojnë se ku iku dhe ku. Një pyetje të fundit ndoshta mbi çështjen e zgjedhjeve. Për një opozitë të fortë apo për një majorancë të dobët mund të ketë rotacion në vitin 2013, në gjykimin tuaj? Unë e shikoj gjithmonë në funksion të votës, të vullnetit të njerëzve. Qofse njerëzit janë të kënaqur nga kjo qeveri, do të votojnë, qofse kanë parë përfitime nga kjo mënyrë qeverisje, do të votojnë për këtë qeveri. Qofse nuk kanë parë përfitime, nuk do të votojnë për këtë qeveri. Dhe nuk është se dikush bën ca kalkulimi që të dobësoj majorancën apo të dobësoj opozitën apo të forcoj njën apo të forcoj. Ky është thelbi i votës. Partitë janë instrumenta që grumbullojnë këtë votë të njerëzve, të popullit, të qytetarëve dhe prodhojnë karike në parlament për të marrë qeverinë. Kaq është hapësira e partive. Thelbi është që fitoj unë si qytetar. Dhe këtu pasaj shumë i rëndësishëm përsëri opinioni i shoqërisë civile, i analistëve, i gazetarëve që komunikojnë si palë të paanshme. Kur janë të anësuar, njerëzit e dinë edhe ata janë të gjitha janë të çlep, po sigurisht janë të çlepsuara. Por ata që vërtet nisin ose kanë piknisje interesin publik, ata janë më të besueshmi për qytetarin. Dhe këtu duhet bërë krahasimet. Krahasimet me periudhat, nga viti në vit, krahasimet me të tjerët. Ku jemi ne, ku janë tjerët, ku jemi sot, ku ishin vjet, ku ishin par vjet. Dhe në mënyrë që analiza të jetë gjakftohtë, të jetë në interes qytetarit realisht, dhe ajo pasaj sigurisht ka dhe një element që është sentimental, që varet nga pasaj ka dhe një përqindje e cila lëviz në përputhje. Por ne duhet jemi shoqëria shqiptare është interesuar që qytetarët jenë aktiv në votim, atë ditë qytetar ka ndorë qeverinë. 4 vjet pasaj ai grupi zgjidhet, ai është në qeveri. Zoti Beja, a jeni njëra nga kandidaturat për president të ardhshëm? Është përfolur emri juaj në media kryesisht, por nuk është vetëm mediatike propozimi. Shiko, unë kam kaq vjet në politikë dhe ju e shikoni që her pas here mediat dalin për çdo eveniment politik. Ministrat, kryeministrin, presidentin, kështu që dalin me alternativa, variante, të gjitha këto janë të pranueshme në një shoqëri demokratike. Realisht vendi i intereson të zbatoj kushtetutën në procesin e zgjedhjeve të kryetarit të shtetit. Kushtetuta jone ka të përcaktuar, ne jemi një republikë parlamentare. Do thot pushteti më i madh është tek parlamenti. Parlamenti krijon qeverinë, parlamenti mbi bazën e votës ndikon institucionet e tjera. Por vota në parlament përcakton, pas një dyshim, e njëra anë, dhe e dyta në kushtet që përcakton kushtetuta. Kushtetuta përcakton që procesi fillon jo më vonë se 60 ditë para mbarimit të mandatit të presidentit në detyrë. Jo më vonë se 60 ditë. Pra, duhet filloj procesi në këtë periudhë që përcakton kushtetuta dhe është strikte, përcakton kushtet kush mund të jetë president, janë element kushtetues, nuk mund të bëhen objekt diskutimesh, komisionesh, partish e tjera. Dhe ne jemi shumë afër këtij limiti kohor. Dhe e treta është një proces që kalon nëpërmjet votës dhe pa debat. Thot kushtetuta. Dhe nuk është pa qëllim ajo. Nuk është pa qëllim sepse mund të ketë shumë emra. Në parlament mund dalin deri në 7 kandidatura në variantin e parë, në ditën e parë. Se 20 deputet duhen. Mund dalin 2, mund dalin 1, mund dalin 3, varet nga përbërja e parlamentit, por nuk futet në një proces debatimi publik, sepse kjo afekton, cënon, prek personin që do të zgjidhet nga parlamenti kryetari i shtetit. Duhet të ndërgjegjësohemi që funksionimi i institucioneve në mënyrë kushtetuese është në interes të qytetarit. Dhe jo, nuk janë krijuar ato instrumenta për interesin e partive, por për interesin e qytetarit. Dhe duhet respektuar kjo, po duam që të kemi një shoqëri sovrane, kushtetuese, ku
demokracia të funksionojë dhe nëse do t'ju kërkonin, a do ta mirëprisnit? Unë ja u përsërita, po e ritheksoj. Është një proces që bëhet në parlament, është një proces që bëhet në momentin e caktuar dhe bëhet pa debat. Dhe absolutisht deri tani ne si Parti Demokratike nuk kemi bërë objekt diskutimi, çka është pozitive, është normale. Bëhet diskutimi paraprakisht e grupi parlamentar në momentin që vjen pikërisht për të shmangur spekulimet publike me këdo qoftë si kandidat për president. Zoti Beja, a është cënuar figura institucioni i presidencës në rastin e zotit Imami kur ka emëruar në krye të flotës një individ, kompetenca e të cilit i përkiste presidentit? Po i rikthehem ides që pritet përgjegjshmëri nga çdo kush që flet për institucione të rëndësishme të shtetit. Shteti nuk është as individëve të caktuar, as i partive të caktuara. Është i të gjithëve ne, është yni. Që do të thotë sjellja ndaj elemente ose veçorive të caktuara në çdo institucion të shtetit. Duhet të jetë e përgjegjshme, në çdo moment mund të ndodhi diçka që mund mos më pëlqej mua si qytetar, mund mos pëlqej personit që është president, kryeministër, ministër, deputet, por para kësaj është me vlerë ajo që intereson shtetit. Përderisa kemi një reagim nga ministria në drejtim me presidentin, unë e shikoj çështjen të mbyllur dhe ne duhet të respektojmë zbatimin e procesit kushtetues dhe ligjor për zgjedhjen e komandantëve të forcave. Dhe unë nuk shikoj më hapësirë që të vijoj debati publik për i cili mund të kuptohet, mund të shtjellohet sipas interesit të gjithë secilit. Ishte kënaqësi, të falenderoj që pranuat ftesën dhe zhvilluam këtë bisedë së bashku. Për mua është kënaqësi që të komunikoj me shikuesit tuaj. Faleminderit.